Federata e Futbollit e Serbisë ka paguar mbi 2 milion euro gjoba nga UEFA për shkelje të ndryshme të bëra nga tifozët serb në stadiume. Këto gjoba janë pasojë e thirrjeve anti-Kosovë, mesazheve diskriminuese dhe trazirave që janë regjistruar vazhdimisht gjatë ndeshjeve të ekipit kombëtar dhe klubeve serbe. Vetëm në 5 vitet e fundit UEFA ka ndarë gjoba prej 703.000 euro për thyrje dhe diskriminim në tribuna. Njoftimi i federatës thekson se shikuesit janë paralajmëruar vazhdimisht për pasojat e veprimeve të papërgjegjshme, por megjithatë incidentet vazhdojnë. Thirrjet anti-Kosovë dhe mesazhet politike janë të pranishme jo vetëm në futboll, por edhe në sporte të tjera si basketbolli. Tifozët serb shpesh përdorin flamuj dhe baner me mesazhe si Kosova është Serbi dhe nuk ka dorëzim, duke krijuar një atmosferë tensioni në stadiume. Një nga rastet më të fundit të gjobave ishte gjatë ndeshjeve të Ligës së Kombeve, ku Federata u dënua me 259.000 euro për trazira në tribuna. Vetëm për incidentet në Zvicër gjoba arriti në 119.000 euro. Federata serbe ka bërë thirrje për të shmangur incidente të reja, veçanërisht para ndeshjeve të rëndësishme si ajo kundër Austrisë në Vjenë dhe Shqipërisë në Beograd. Shqipëria dhe Serbia janë përsëri në të njëjtin grup në kualifikimet për Kupën e Botës 2026. Ndeshja e parë ndërmjet tyre do të luhet më 7 qershor në Tiranë, ndërsa ndeshja e kthimit më 11 tetor në Beograd.